Ama ka plot vende ku ju keni qenë prezent mas luftës në Kosovë, krimet që kanë ndodhur ndaj minoriteteve, cilat I prezentoni te kthimi në Kosovë. Këtu nuk I prezentoni. Për shkak se aty jum kufizu vetëm në ato që kanë në atë moment I ko marrë vesh, se është si reportazh është. Këtu për shembull edhe kur reprezentoni Reçakun te kthimi në Kosovë nuk e përmendni me emër, edhe nuk e përmendni eksplicit sikur që e përmendni te imazhi I fundit. Nuk japni detaje, vetëm thuhet që ishte një masakër që I te I kaloi tana tjera. Domethënë e kaloni kështu. Po, për shkak se këtu më shërben vetëm me tregu momentin edhe arsyeën e reagimit të perëndimit. Këtu tash mandej ka shumë më shumë kontakte me pjesëtar të minoriteteve. Po. Në Kosovë me theks veçantë minoritetit serb, po te kthimi në Kosovë ka edhe raporte tua personale me plot serb, për shembull këtu e përmend edhe kur Minin edhe e përmend që po shetit për shembull me Tamarën dhe me Sashën një çift serb në Barcelonë. Po. Te imazhi nuk është kjo. E përmend Brankon, një pishokëve tu më të mirë fëmijës tonë, I cili e ka braktis shtëpinë në Prishtinë. Kur I viziton një institucion, që nuk përmendet se cilin institucion aty del pastruese serbe, po e friksume. Domethënë, këtu përmend shumë më shumë kontakte, raporte, marrëdhënie, takime, biseda me serb. Kthimi në Kosovë është më subjektiv. Kjo tjetër është e shkruar vetëm si reportazh. Po këtu edhe krimet ndaj shqiptarëve janë të prezantuar jo me ndjeshmëni, jo me drejt për drejt shmënin që është imazhi I fundit. Edhe këto unë s'po më Po jo, që aty jemi dakord. Për shkak se në imazhin e fundit do kum pranu me vizatu, për shkak se kum trajtu edhe shkrimi është më I thatë, më gazetaresk. Po, këtu është shumë më me ndjeshmëni. Me ndjeshmëni. Edhe kjo mos është kjo arsyeja pse këtu dyqysh je shumë ma human, ma neutral, ma gjithë përfshimës, që nga njëherë më duket që edhe e kalon vinë e neutralitetit, do është tepër neutral. Edhe ka skena ku këtu I prezenton me një ndjeshmëni të hatashme, ma nice, sa I takon minoriteteve. Për shembull, unë ka bërë shumë përshtypje kjo skena këtu me këtë vajzën e vogël maqedone që është e prezantuar, po shumë prekës është edhe për lexuesin kjo. Pse nuk ka skena të tilla edhe ndaj shqiptarëve kur I prezanton krimet. Për shembull, ju vetë keni humb familjar në luftën e fundit. Edhe vujtjen edhe humbjen e familjarëve tu e prezanton larg ma mirë për hesab të amin të imazhi I fundit se sa te kthimi. Për shkak se në imazhin e fundit e kisha trajtuar një herë, nuk e trajtojsha edhe së dytën herë. S'kum përzirit asnjë. Është për shembull një rast I cili trajtohet në 2 librat, është I vetmi që trajtohet në 2 librat, është vrasja në fakultetin që kanë pas marrë serb që tash ndërtu serb që tash është I arteve. Në këtë imazhin e fundit I sheh gazetar të në sheh të intervistu një oficer britanik. Edhe ma tebu krya ajo punë. Këtu është trajtohet bashkë ajo të merri I ngjarjes në kthimin në Kosovë, po është për shkak se unë ato me I vizatu s'kisha mujt. Se me I përshkrua, me I përkujtu është veç se e dhëmshme, ama me I vizatu është si me I përjetu edhe njëherë me ka.